Do të shohim tani edhe ecurinë e tregjeve në sesionin e sotëm, ku vjet re një dobësim i ndjeshëm i dollarit amerikan, një tendencë në rënje që ka nisur që nga dita e mërkurë dhe ka vjuar deri në sesionin e sotëm. Shqetësimi kryesor i investitorëve që është efektuar tek zhvlerësimi i dollarit është mbyllja e qeverisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ende republikanët dhe demokratët nuk po arrin një marrëveshje për të riapur qeverinë e shtetit më të fuqishëm ekonomikisht, ushtarikisht në botë. Kjo ka bërë që dollari të zhvlerësohet në 2 ditë e fundit dhe kjo rënje është efektuar edhe në tregun e brendshëm valutor. Sikurse mund ta shohim, sipas agjencisë së këmbimit valutor, Iliria 98 dollari amerikan blihet me 82.2, shitet me 83.4 lek, duke humbur 0.6 pikë krahasuar me sesionin e kaluar. Në këtë mënyrë, moneda i gjelbërt ka kthyer një pjesë të mirë fitimeve që realizoi në 2 sesionet e para të javës, por gjithashtu edhe përgjatë javës kaluar. Euro në këmbimin me lekun blihet me 96.4, shitet me 97.3 lek në të njëjtat nivele krahasuar me ditën e dieshme, kur fitoi 100 darkë si në blerje ashtu edhe në shitje. Edhe franga zvicerane ka një qëndrueshmëri, blihet me 103.6, shitet me 104.9 lek, ndërkohë paundi britanik blihet me 110.4, shitet me 111.6 lek, dollari kanadez blihet me 58.4, shitet me 60 lek, ndërkohë në ecurinë e dollarit australian, kjo monedë blihet me 52.8, shitet me 54 lek. Jeni japonez blihet me 0.54, shitet me 0.57 lek, ndërkohë lira turke ka humbur 200 darka si në blerje ashtu edhe në shitje, blihet me 1.9, shitet me 2.02 lek, dhe juani kinez blihet me 10.87 dhe shitet me 11.79 lek në mëngjesin e sotëm, sipas agjencisë së këmbimit valutor Iliria 98. Kjo ishte ecuria e tregut brendshëm, ndërkohë në tregjet ndërkombëtare vjet re një, sikurse e thami, tendencë në rritje e euros përballë dollarit amerikan, por ecurinë në tregjet ndërkombëtare do ta shohim pak momente më vonë. Tani me njëherë pas siglës do diskutojmë sërish për forumin e biznesit midis Shqipërisë dhe Turqisë. Ndërkohë tani do të shohim edhe ecurinë e tregjeve, ku vjet re një dobësim i mëtejshëm i dollarit amerikan në sesionin e sotëm përballë monedhave kryesore ndërkombëtare, dhe shqetësimi kryesor për investitorët është mbyllja e qeverisë në Shtetet e Bashkuara, që vijon të qëndrojë e tillë pavarësisht përpjekjeve mes presidentit amerikan Donald Trump dhe republikanëve dhe demokratëve në Kongres. Gjithsesi, ende nuk ka një marrëveshje. Ditën e dieshme euro forcua ndjeshëm përballë dollarit, ndërsa edhe sot i ka zgjeruar më tej këto fitime, ka fituar 0.1% të vlerës dhe një euro këmbet shumë pranë nivelit të 1.17 në raport me dollarin amerikan, ndërsa paundi ka ndryshuar shumë pak në rënje me 0.01%, këmbehet me 1.34 28 dollar. Përballë frangës, dollari ka humbur 0.59% të vlerës, realizon humbjet më të mëdha, sepse franga cilësohet si një monedhe e sigurt në periudhat paqartësive apo të trazirave. Dollari këmbehet me 0.78 franga. Edhe dollari australian përballë atij amerikan ka humbur 0.59% të vlerës, këmbehet me 0.64 dollar amerikan. Dollari kanadez është në rënje të lehtë me vetëm 0.07%, këmbehet me 0.7108 dollar amerikan, dhe në raport me jenin, dollari ka humbur 0.05% të vlerës, kuotohet në 149.54 yen mesatarisht. Për sa i përket ecurisë së tregut të kriptomonedhave, dita e dieshme ishte tepër negative për këtë treg, por gjithashtu edhe sot vijon tendenca në rënje. Bitcoin ka humbur 1.33% të vlerës, kuotohet në 106.421.43 dollar, duke humbur rreth 6.000 dollar në harkun e 24 orëve. Ethereum ka rënë me 1.38% të vlerës, ka zbritur ndjeshëm poshtë nivelit teknik të 4.000 dollarëve, kuotohet në 3.793.83 dollar. Ripple në rënje me 1.08%, kuotohet në 2.2698 dollar. Litecoin ka rënë me 2.52% të vlerës, kuotohet në 87.9 dollar, dhe Bitcoin Cash është në rënje me 3.75%, kuotohet në 485.72 dollar për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar.
Ndërkohë, për sa i përket ecurisë tregut të naftës, benchmarkët kryesor po qëndrojnë në rënje në sesionin e sotëm, duke publikuar njëkohësisht edhe humbje javore për shkak të paqartësive në lidhje me furnizimin e botës me energji në mënyrë të veçantë me hidrokarbure, pasi presidenti amerikan Donald Trump dhe presidenti i Rusisë Vladimir Putin zhvilluan ditën e djeshme një bisedë telefonike që zgjati thuajse 2 orë, por nuk pati shumë detaje në lidhje me rezultatet e kësaj bisede telefonike. Gjithsesi, të dy presidentët ranë dakord që takohen në Hungari, por pa përcaktuar një datë se kur do ndodh ky takim. Gatishmërinë dhe lajmin e ka përshëndetur edhe kryeministri i Hungarisë, i cili ka shprehur gatishmërinë për ta organizuar një takim të tillë. Me baza javore, të dyja kontratat kanë humbur rreth 3% të vlerës në këtë javë, pjesërisht edhe për faktin se Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë paralajmëroi për një mbifurnizim të tregut, por njëkohësisht edhe një ngadalësim të kërkesës. Aktualisht nafta Brent e Londrës ka humbur 0.59% të vlerës, kuotohet në $60.7 për fuqi. Nafta bruto amerikane është në rënje me 0.57%, kuotohet në $57.13 për fuqi, dhe nafta e përpunuar në bursën e Londrës ka humbur 1.01% të vlerës dhe kuotohet në $622.75 për ton. Ndërkohë, në tregun e metaleve të çmuara, pikërisht për shkak të tensioneve gjeopolitike, mbylljes së qeverisë në Shtetet e Bashkuara, rritjes së kërkesës për metalet e çmuara kanë bërë që çmimet të rriten ndjeshëm. Ari dhe argjendi kanë prekur nivele të reja rekord në sesionin e sotëm. Metali i verdh ka fituar edhe 1.53% të vlerës dhe kuotohet në $4.370.4 për oncë, dhe gjatë vitit 2025 ka fituar rreth 60% të vlerës, duke u bërë ndër asetet me performancën më të mirë gjatë këtij viti. Argjendi është kthyer në rënje me 0.64%, kuotohet në $52.96. Ditën e djeshme, argjendi preku nivelin më të lartë në histori, prej mbi $54 për oncë, dhe platini është në rënje me 1.9% të vlerës, kuotohet në $1.721.7 për oncë. Do të shohim gjithashtu edhe ecurinë e tregut të aksioneve, ku shumica e bursave në kontinentin evropian po qëndrojnë në territor negativ, madje në rënje të konsiderueshme, pikërisht për shkak të paqartësive në lidhje me të ardhmen e ekonomisë. Në fokus do të jetë takimi që pritet të zhvillohet në 2 javët e ardhshme mes presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Ndërkohë, ditën e sotme, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do të udhtojë për në Shtetet e Bashkuara për të takuar me presidentin amerikan. FTSE 100 i Londrës ka humbur 1.4% të vlerës, DAX i Gjermanisë dhe CAC 40 i Parisit kanë rënë me 2.01 dhe 1.17%. Indeksi zyriut SMI dhe FTSE MIB i Milanos kanë rënë me 1.11 dhe 1.98% të vlerës. Në ecurinë e 3 indekseve kryesore në Wall Street, për sesionin e kaluar, sërish tendenca ka qenë në rënje dhe kontratat futures sugjerojnë një hapje po në territor negativ në sesionin e sotëm për Wall Street. Dow Jones ka rënë me 0.65%, Standard & Poor's 500 dhe Nasdaq janë në rënje me 0.47 dhe 0.63% të vlerës. Do të shohim njëkohësisht edhe ecurinë e korporatave të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani, dhe në fokus në sesionin e sotëm ka qenë sektori i produkteve ushqimore Nestlé. Aksionet e kompanisë fituan 9.3% të vlerës në mëngjesin e sotëm, pasi kjo kompani njoftoi rreth 12 shkurtimin e rreth 12.000 vendeve të punës në terma fatgjat, ndërsa 4.000 vende pune do të shkurtohen në 2 vitet në vijim. Në fokus janë edhe diskutimet në Shtetet e Bashkuara për sa i përket rihapjes së qeverisë. Në performancën më të mirë, Continental kryeson fitimet në rritje me 6.7%, Merck, Covestro, Vonovia dhe Qiagen kanë fituar nga 0.14 deri në 1.04%. Në anën tjetër, në performancën më dobët, Deutsche Bank ka rënë me 5.87%, Rheinmetall, Siemens Energy, MTU dhe Commerzbank kanë humbur nga 3.35 deri në 4.48% të vlerës. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këtë momente.